nuk është vetëm qeveria që vendos, është gjykata që kontrollon, është media që pyet, është parlamenti që kërkon llogari. Kur njëra palë zë gjithë hapësirën, atëherë liria humb. Dhe bashkë me të humb edhe shpresa për një shtet të drejtë. Dhe kjo ka sigurisht edhe kosto të rënda. Fatkeqësisht, me të gjithë reformën në drejtësi, ne kemi parë që parlamenti dhe jo rrallë qeveria kanë refuzuar që të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Shpesh krizat tona politike kanë qenë produkt i mungesës respekti ndaj vendimeve të saj, e rrjedhimisht edhe ndaj kushtetutës. Çështja e konfliktit interesit të deputetëve në krye të detyrës nuk është e re për gjykatën kushtetuese, as për parlamentin, ashtu siç përmendi dhe gjyqtari Pavli, as për të drejtën europiane. Edhe në vitet e para të reformës në drejtësi, gjykata ka qenë e qartë në interpretimin e saj dhe parlamenti, pavarësisht debateve, i ka zbatuar vendimet. Mirë po në rastin më të fundit, mua më vjen keq të them që ne kemi përjetuar një tiramit shumicës. Parlamenti ka hedhur në kosh një vendim të qartë të gjykatës kushtetuese për ndërprerjen e mandatit të një deputeti të shumicës, duke u angazhuar në një sër akrobacish, duke konsumuar dhe Komisionin e Venecias dhe duke mos e zbatuar vendimin e qartë, por edhe sugjerimin e qartë të shkruar e zeza mbi të bardhë.